وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كلها صالحا وبوجهك خالصا. Allahun xhalla shanuhu e falenderojmë, atë e madhrojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat, selam, paqja, mëshira e Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut Dhul Xhelal do të flasim rreth disa rregullave të kurbanit. Sot kemi të bëjmë me rregulla se Allahu Dhul Xhelal e bëri këtë ritual ibadet me të cilën njeriu afrohet te Zoti i tij. Fillimisht dëshiroj të përmendi Ibrahimin a.s. dhe flijimin e tij të madh të cilën e bëri. Allahu Dhul Xhelal nuk i dha Ibrahimit fëmijë gjatë kohë, dhe ai kur ju lut Allahut që Allahu t'i jep fëmijë, tha o Zot, më jep një të mirë, që t'i jep Allahu fëmijë të mirë, po tha do të flijoj për ti çka të dush. Do me thonë i dha një premtim të madh Allahut se ki do të flijoj për hir të Allahut. Pastaj atëherë kur Allahu ja dha fëmijën, çka ndodhi? Ai shiqon në ëndër dhe ajo ëndër është vahi te pejgamberët. Tha falamma balagha ma'hu as-sa'y qala ya bunay inni ara fil manami anni adhbahuk. Dhe atëherë kur djali heste pas prindit të tij, bashkë në atë kohë kur prindi më shumë kënaqet me fëmijën e vet, më thon kur rritet, pastaj e shkon hap pas hapi mas tij dhe imiton babën e tij në hapa dhe në çdo send, atëherë çka i thot djalit të tij, thot o biri im, un kom pa në ëndër se un duhet me therti, me të bëj kurban. Që ta bësh kurban? Çka do të thot kurban? Që të flijosh dhe të mbysish diçka për hir të Allahut. Allahu ja dha shpirtin një sendit dhe ti në emrin e Allahut ja merr shpirtin, jo me dëshirën e Allahut. Sot o vëllezër të nderuar, dëgjoni filan sektesh të cilët e adhurojnë shejtanin dhe ata mbiten për hir të shejtanit. E një sekt tjetër dëgjoni në Afrikë, një njeri i thirrte njerëzit që të kallën, të hinë zam dhe të digjen dhe thot kush do të kallet dhe do të digjet, ai çka ka buaj ka shku drejt në xhenet, paradistat. O vëllezër të nderuar, Allahu dëshiroi ta sprovoj Ibrahimin, a është me të vërtet ai burr i cili ka dhënë një premtim të madh. Por Zot, unë për ti i cili më ke kriju, flijoj çdo send, çka kam temin dhe ti ma ke dhënë atë, unë jam i gatshëm që atë ta flijoj për ti. Nëse ti më ke dhënë shpirtin dhe ti më thua që më e dhon këtë shpirt, sa të bëj? Nëse ti ma ke dhënë pasurinë, nëse është më pyetje që kënaqësia jo ti pajtohesh që unë ta shkatroj edhe pasurinë, sa të bëj për ti? Dhe me thonë të flijoj çdo sendet më të mëdha që ti ka dhënë Allahu dhe më të çmuara për hir të Allahut. Mirë po se Allahu do ta sprovojë në djalin e tij. Kjo ishte me të vërtet, ishte një sprovë e rëndë dhe këtë tregoi Allahu Dhul Xhelal se kjo ishte një sprovë e rëndë. Dhe atëherë kur ata ju nënshtruan Allahu dhe e mur thikën dhe e vnojnë në fytin e djalit të tij, Allahu ja dorëzoi atij një kurban, pastaj tha Allahu Dhul Xhelal wa faddaynahu bi dhibhin adhim, dhe ne i dham atij si kompenzim të saj një kurban prej xheneti, do të thonë një dash të cilën e solli Allahu prej xhenetit. O vëllezër të nderuar, me këtë Allahu e sprovoi Ibrahim. Që të mbes pastaj një far rituali dhe një far adhurimi i njerëzve që t'i tregojnë Allahut dhe të krahasohen me Ibrahimin, edhe se krahasimi është shumë i dobët, ai dëshiroi të flijoj djalin e tij dhe Allahu nuk dëshiroi në fakt ta flijoj, ta pres djalin. Mirë po dëshiroi ta sprovoj a jeti Ibrahim që flijon çdo send të cilën ta kam dhënë për hir të Allahut. O vëllezër të nderuar, Allahu i njeriu t'i jep shëndet, Allahu i njeriu t'i jep fëmijë, Allahu i jep pasuri, i jep aftësi, i jep punë kështu me radhë, më në fund nëse vin puna për hir të Allahut,
ta lënë punën të cilën e ka haram, për shembull shot alkool apo mishderi, kështu me radh, punët haram, ti thush për hir të Allahut. Për hir të Allahut lije punën ta kompenzon Allahu me një më të mirë. Se nuk është vetëm ajo punë dinjë vëllezër të nderuar. Allahu tha alam takun ardullahi wasi'a, a nuk është toka Allahut e gjon, po mund të bësh adhurim, mund të bësh punë mira sa dush, edhe mund të jetosh mirë dhe rahat me halal. Mirë po njeriu çka aty ngulitet, jo thot se me kështu pa le çka të bëhet me dal pikë punë. Ibrahimi dhe kujtohet çdo herë kur ke të bësh një haram apo je në punë dhe një herë thot si do ta fal namazin punë, se ne fal, kështu bëjnë pyetje shumë njerëz. Vëllezër të nderuar, si ta fali, si ta madhroj Allahun punë, Ibrahimi pranoi që ta flijoj djalin për Zotin e tij. Ne nuk thom dalish pi punë, po miru vesht me shefin se namazi është më me rëndësi se çajo punë ku je për momentin, se punët janë të shumta dhe Allahu ka dhënë shumë mënyra të furnizimit të njerëzve. Flijo për Allahun diçka që Allahu të sheh sinqeritetin e juaj. Pastaj çka tha Allahu në një ajet tjetër? Lan yanalu Allaha luhumuha. Sa mos kujtoni se Allahut i arrin mishi i kurbanit. Nëse ju flijoni këtu ke kurbani, çka flijoni pasuri? Ke shku 100 euro, 150 franga, ku ta di sa e ke bleja 200 apo 500, e ke blej një kafsh qoftë e lop apo deve apo dash, e ke dhon pasurinë tënde që e don. Innahu li hubbil khairi la shadid. Njeriu është i ngulitur fort ndaj të mirave të njohës. Më thon shumë i don. Mirë po ti ke shku çat 100 euro apo 100 apo 500, edhe e ke fliju për hir të Allahut. Allahut nuk i arrin mishi atij kurbanit. Pas që i arrin Allahut gjaku i kurbanit, sikur tha Allahu, walakin at-taqwa yanalu at-taqwa minkum. Allahut i arrin devotshmëria juaj. Ai nënshtrohen ju Allahut. Dhe Ibrahimit i tha Allahu kështu dhe i tha o bir, çka thuti? Çka tha Ismaili? Tha undhur madha tara. I thot Ibrahimi Ismailit, çka mendon ti, ta marr mendimin tënd. Çka tha Ismaili alayhis salam? If'al ma tu'mar. Atë ka urdhëruar Allahu? Po Allahu më ka urdhëruar. Tha bëne atë që të ka urdhëruar Allahu. Ai e urdhëron po. Po çaj Zot më dha shpirtin. Ai Zot ka caktuar të më morë shpirtin. A mendon Ibrahim se nëse ti nuk e bën kurban djalin tënd dhe jeton djali jot më shumë se sa ja ka dhënë Allahu caktimin? Çat ditë kur duhet ta bësh ti kurban, nëse se von, Allahu e çon melekul mautin dhe e bën kurban. S'ka problem. Vdes njeriu edhe nëse i rrihesh. Mirë po, e sprovoi Allahu Ibrahim. Po e sprovoi dhe Ismailin, prandaj thon dietarët, habiz din me cilën të habitet njeriu. A me babën i cili flijon atë shumë për Zotin, a me djalin i cili flijon vetveten për hir të Allahut. Dhe po kur pa Allahu dëshiroj veç të shoh sinqeritetin e tyre dhe ata ju nënshtrojnë Allahut komplet me sendin më të shtrenjtë të tyre, atëherë çka mbetet për punë tjera që ti nënshtrohen Allahu dhul xhelal, dikush thotë se nxohem sabah se gjumi omël është bash sabah atëherë se ne prish gjumin. Vëllezër të nderuar, ai e ka rrezikuar jetën për hir të Allahut. Ti gjumin se ne prish, ke prish punë madhe. Prap do të flesh, mas gjysore, sose atë ibadet që kush zgjatën 10 minuta, flej se Allahu të jep mundësi të flesh dhe të kënaqesh pastaj. Flijoni diçka për Allahun dhe ne sot flasim që të flijojmë për Allahun dhul xhelal, jo bijtë ton. Po të flijosh një kurban të vogël, i cili nuk kushton shumë. Njerëzit harxojnë një ditë shkon në një restoran, edhe i harxhon 100 franga, 200 franga dhe se ka marrë vesh, e po të flijoj për hir të Allahut një kurban të cilën dëshiron Allahu prej nesh ta shoh devotshmërinë tonë. Flijimi i kurbanit është ngjashmëri me haxhit, nga sa ata janë përkushtuar që ta bëjnë këtë adhurim dhe ritual të madh, dhe kjo më shumë të ndërlidhet me haxhin. Dhe haxhi ndahet në 3 grupe, domethënë haxh tamattu, haxh ifrad dhe haxh qiran, po. Ndahet haxhi në 3 grupe. Di haxhe janë për obligim që ndërlidhet, domethënë haxhi me ta, di haxhe janë të obliguara, domethënë qirani dhe tamattu, që të pritet kurban të cilin ndërlidhet me haxhin. E njerëzit të cilët janë jashtë apo në haxhin ifrat nuk është i obliguar domethënë kurbani, nga sa nuk është i ndërlidhur drejt për së drejti me haxhin. Çka ndodh vëllezër të nderuar? Ata të cilët nuk janë në haxh, ata e therin kurbanin me çfarë qëllimi? Ata e therin kurbanin që ti nënshtrohen Allahut edhe pse s'kemi shkuar në haxh, ne bëjmë diçka nga i ritual i jot, jo Zot.
Dhe me thonë edhe pse s'ke shku në haç, ti nënshtrohesh Allahut me therrjen e kurbanit. Pastaj Allahu dhul xhelal tha ne u kemi caktuar çdo popull vendtherrjen e tyre kurbanat, që ta përmendin emrin e Allahut për arsye se ai furnizoi me kafsh. Në surën Hax, ajetin 34, thot Allahu dhul xhelal, ne u kemi përcaktuar njerëzve kurbanin e ka bërë liç Allahu dhul xhelal, që ta përmendin emrin e Allahut, nga se ai është Allahu që u furnizoi juve me kafshët. O vëllezër të nderuar, dikuj për shumë kuj, nuk i kalon dita pa hong mish kafshë. Dhe thotë gjithë ditën se s'kam hong hiç se kam provu mishin, dhe më thonë gati se rallë dhe shumë rallë kjo. Pa Allahu dhul xhelal çdo ditë ka dhënë të hash mish kafshë. Dhe të therrë dhe çdo sa lop dhe sa dele therrën dhe ti i han i konsumon ata. Shumë. Pa atireve ka dhënë shpirtin Allahu. Dhe ata i krijoi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dhe i krijoi për ju Allahu çka ka në tokë të gjitha, që të jenë në shërbimin tuaj dhe të fmirni prej furnizimit dhe të mirave të Allahut. Dhe dëshiron Allahu, gjithatmisht që e ke hongë me tona, dëshiron që një dele apo një dash që ta therrish kurban, që t'ja kushtosh Allahu dhul xhelal. Dëshiron Allahu që këtë e ke pas lirë, sa dush hamish, 2 herë, 5 herë, 10 herë në ditë, kryesorja ha mos e tepro. Edhe çka mirë po këtu dëshiron Allahu që ta bësh një punë. Falënderim Allahu që ta ka mundsuar gjithë të mira. Kjo është edhe falënderim i Allahut, nga se ai na urdhroi edhe na tha në surën Kauthar, i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Fasalli li rabbika wanhar", dhe falu për Zotin tënd, dhe nënshtroju, adhuroje Zotin tënd dhe pre kurban. E urdhron Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj i tha në një ajet tjetër, "Thuaj kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin", dhe thuaj namazi jem, jeta jem, kurbani jem, jeta jem dhe vdekja jem, të gjitha janë për hir të Allahut dhul xhelal. Thot pejgamberi alayhis salam, kush ka mundësi që të therr kurban? Këta janë argumentet të cilet vërtetojnë se kjo është obligim. Dhe me thonë, në medhebin Hanefi, prerja e kurbanit është vajib, po edhe shumë dietarë të tjerë kanë thonë, sikur Ibn Taymi rahimahullah dhe kështu të tjerë, që kanë thonë se prerja e kurbanit është vajib, dhe kanë shku disa tjerë prej ulemave të cilët kanë thonë sunet i fortë, dhe ne edhe një herë e kemi treguar atë meselen se çka është diferenca me sunetit shumë të fortë dhe vajibit është shumë afër. Kryesorja, kjo është obligim, Allahu e din më së miri. Të therrish kurban për hir të Allahut dhul xhelal një herë në vit. Tha pejgamberi Allahut, kush ka mundësi që të therr kurban, le të therr ose le të mos t'i afrohet vend faljes tonë. Përderisa nuk therr kurban, i cili kije pasurit, ka dhënë Allahu pasuri. Kanë thonë dietarët, sa pasuri duhet ketë njeriu? Do të thonë njeriu i cili ka pasuri ta ushqej familjen e tij dhe i rrin një far pasurie onës sa me blejni kurban. Jo të rrin 10.000 franga atë me një qesh. Po në kontën e tij jashtë asaj që ka ushqen familjen mujore, ka në janë 150 franga onës që mund ta blenë një kinç apo një dash apo një dele për ta therr kurban. E sidomos ata që kanë rroga mujore, ata kanë më rahat për ta përcaktuar këtë çështje. Po mirë, po edhe njerëzit dhe njëherë thot po kombe pak bursh kredit sende, therr kurban, ke hin gjinaf atje, mos hin edhe këtu dhe madhro Allahu dhul xhelal. Tha pejgamberi Allahut, kush e ka therr kurbanin para se me e fal namazin, tha le ta therr edhe një herë. Sikur të kishte qenë çash lehtë kjo çështje, që s'ka problem, edhe me therr kurban nuk ka problem. Pejgamberi tha, kush e ka therr para kohe, ti ka therr para se me e fal bajramin, domethënë. Tha le ta therr edhe një herë, se nuk i kam mjaftuar ai kurban atij. Çka therret për kurban? Këta i dini me siguri, mirë po do t'i përsërisim disa çështje lidhje me kurbanin. Therret delja, therret lopa, therret devja, edhe dhia, domethënë dhia hin në kategorinë e dele. Kanë treguar ulemat, kanë thonë se devja duhet të ketë 5 vjet e përpjet, lopa duhet të ketë 2 vjet e më shumë, delja duhet të ketë 6 muaj e përmbi, dhe kanë thonë për dhit dhe edha dhe capat, domethënë që të kenë 1 vjet e më shumë. Kjo është përcaktim, domethënë sa duhet të jenë të vjetra, mos jenë shumë të reja. Mirë po, këtu dëshiroj të përmends edhe një çështje. Kanë thonë dietarët, te prerja e më e mirë e kurban, kush është kurbani më i mirë? Cili kurban është më i shpërblir? Është nëse një njeri e therr kurban devën.
e therr kurban devën. E ka marrë një deve dhe thotë o Zot e bëj kurban për ti që këtë devë. E kanë marrë argument dietarët, hadithin e pejgamberit Allahut i cili thotë ai cili hin xhumo i pari e ka shpërblimin sikur me e therr një deve kurban. I pari në xhumo, ditën e xhumon. Pastaj kush vini diti sikur me e therr një lop, kush vini treti sikur me therr një dele, kush vini katri një pule dhe një kokë voe. Do të thonë këtu tregon kategoritë më të shpërblirë. Dhe dietarët e kanë marrë si argument këtë kurbani më i mirë është devja. Një njeri e bën kurban një deve. Pastaj kanë thonë lopa, pastaj kanë thonë delja. Do thonë edhe delen ta therrësh, mjafton. Pastaj kanë thonë dietarët, marrja hise apo pjesë në deve apo në lop. Nëse devja dhe lopa janë për 7 vetë, sikur që e kanë përmend dietarët dhe në hadithet e vërteta të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai që ka thënë një deve komplet për vete, ai është më i shpërbliri. Pastaj një lop për vete, pastaj ai një dele. Ki që ka thënë një dele, më i shpërblir është ai që merr hisën 7 vetë me një deve. Me thon 7 dele veçantë, se 7 vetë me një lop, kështu kanë thonë dietarët, ne vetëm transmetojmë nga ajo që kanë thonë ata. Prej kur therret, e përmendëm hadithin e pejgamberit, që therret kurbani prej namazit të Bajramit, mos i fal namazin e Bajramit, nga se tha pejgamberi kush e ka therr më herët, duhet therr. Edhe koha deri kur vazhdon deri në ditën e 13 të Dhulhijhes, për me perëndimin e diellit përfundon edhe dita, domethënë 3 ditë ka kohë. Ditën e 3 deri para se të perëndon e dielli, duhet ta përfundoj këtë çështje, ka dhënë liri dhe hapësirë Allahu dhul xhelal. Kam përmend dietarët në lidhje me kurbanin, ndalohet shitja e kurbanit. Nëse ke bler një kafsh për kurban, edhe e ke përcaktuar për kurban, dhe e lavdron njerëzve, mashallah, që këtë kam bli për kurban, pastaj buhesh pishmambe shumë, njënim ka dhënë parë më shumë. Të shes këtë demar një 100, se këtë bjeta 150, atëherë kanë thonë dietarët zbon, nga se ti ke dëshiruar që t'ja kushtosh Allahut atë dhe e ke përcaktuar për Zotin tënd. E çtash mos u bë pishmam për punën e mirë që e bën. Përveç kanë thonë nëse një njeri e shet që të blejnë një kurban më të mirë, e ka blejnë një dashtet, po dhe bëjnë një lop, pse mos e bëjnë një lop kurban. Edhe e jep atë e shet atë që të blejnë një më të mirë, më i shpërblir tek Allahu dhul xhelal, nuk duhet tregohet njeriu kooperac ndaj Zotit të tij. Nuk lejohet të shitet prej kurbanit as vjami, as mishi, as lëkura. Ma herët të ne kur thershin, kur kanë therr njerëzit kafsh, i kanë thonë ati kasapit there dhe merre lëkurën, nga se lëkura ka vlej pare, ka bo pare atëherë në atë kohë. Mirë po kanë thonë dietarët, nuk lejohet prej kurbanit kur gjo, po edhe në qoftë se të jetë kompenzim për therrjen e atij, nëse dëshiron ta paguajsh atë, domethënë kasapin dhe paguajsh ekstra me parën tënd, aty ajo do të jepet ose fukarave ose në vendet ku çohen lëkurat dhurat. Këtu do të përmes një mesele, kam menduar se e kam përmend më herët. Mirë po, ja që dikush prej xhamatit nuk e dinte, thonte se ke përmendë kështu më radh. Pjesëmarrja e familjes në kurban. Pjesëmarrja e familjes në kurban. Ne them ta therrim kurbanin është vajib. A duhet kush e ka vajib? A e ka vajib edhe burri, edhe gruaja, edhe djali i madh, edhe djali i vogël, edhe çikat, edhe kujt? Deri ku fëmiu e ka, edhe kush e ka? Kanë thonë dietarët, e ka për obligim krye familjari dhe mjafton ajo për familje. Këtë do ta përmensim me disa hadith. Edhe pse kjo ju me siguri e dini shumica nga ju, mirë po diku i ka hik nuk e kanë ditur. A mjafton që ta therr një burr dhe një grua dhe i ka fëmijë të vegjël? Domethënë ata mbarën ende pi prindit të tij. Ta therr një dash për vete dhe familjen. Mjafton dhe do t'i përmensim disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ai therri një herë për vete dhe familjen e tij dhe therri një dash për umetin që s'kan pas mundësi ta therrin. Për umetin që s'kan pas mundësi ta therrin. A për veten familjen e tij një dash than pejgamberi. Than sahabët dhe tha pejgamberi Allahut or Zot, pranoma mu dhe familjes tim. Dhe nuk therri 10 dash, ai kishte gra edhe fëmijë dhe çka tha pranoma mu dhe familjes time. Çfarë një dash të cilën e ka pas. Po dikush nëse dëshiron të therrë lop dhe dëm për sicilin në emrin e vet, gruan veç, këtë djalin veç, atë vajzën veç, tashti elhamdulillah shpërblimi është më i madh. Kjo vlen për ata të cilët nuk janë në hax. Për ndryshe, nëse ka shku edhe baba, edhe gruaja, domethënë edhe djali, edhe vajza, krejt kanë shku në hax. Dhe bëjnë haxhin Qiran ose Tamattu,
ata duhet me bo si cili për vete ka një dele minimum, ose 7, dhe më thonë me hime një lop krejt. Mirë po kjo është jashtë atyre të cilët nuk, dhe më thonë, nuk i kanë ndërlidh haxhin e tyre me kurbanin e tyre. E kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pejgamberi Allahut, kur të pres dikush kurban dhe dëshiron që të ashtije dhe familjen e tij, le të përmends, le të thot bismillah, nga se prerja e kurbanit pa bismillah nuk lejohet ngrënia e mishit pa thon bismillah njeriu. Pastaj çka proferohet thënë dietarët që të thot Allahu Akbar, përderisa kjo ka të bëjë me kurban. Prerja normale kafshëve me bismillah mjafton, kush pret kurban le thot bismillah, Allahu Akbar nëse e shton, ajo është sunet dhe është përblier. Pastaj le të përmend sikur përmendi pejgamberit, o Zot, bëne këtë kurban të pranuar për mu dhe familjen tim, ose i përmendën njerëzit një nga një, ose nuk i përmend një nga një, mjafton që thot familjen dhe e din Allahu se kush janë familja e tij. Kanë thonë dietarët se kafshët, disa kafsh nuk vlejnë për kurban edhe nëse janë lop apo deve apo dele e kështu me radhë. Nuk vlejnë për kurban ata të cilët, dhe kjo sipas hadithit të pejgamberit, dhe pejgamberi përmendi në një hadith 4 smundje të cilët janë shkaktar për mos u pranu që ajo kafsh për kurban. Dhe tha delja e cila nuk sheh, apo ajo e cila delja e qal, e cila shkepon kur hecën, apo ajo e cila është e smur dhe diktohet që së rrihen kom, ajo është duke cafti shpejt ta bëj kurban, ta shpëtoj. Nuk duhet me kushtu Allahut diçka që është e mirë dhe mund të qëndroj. Pastaj edhe ajo që është shumë e dobët, me zart që rrin kom, të janë kafshët të cilët nuk bën, domethënë me u bë kurban. Edhe një hadith e kam përmend më herët në lidhje me kurbanin. Kanë thonë dietarët se është sunnet, mirë, preferohet për njerëzit të cilët kanë vendosur që të bëjnë kurban. Çka të bëjnë? Të jenë të ngjajshëm me haxhit në 2 pika. Thot pejgamberi Allahut, thot kush ka vendosur që të bëj kurban, let mos të ruaj flokët apo të shkurtoj. Nëse ka shkurtoj flokët apo të ruaj flokët. Domethënë le mos ta bëj, pastaj çka dhe le mos t'i pres thojt. Kjo është një sunnet. Ai ne kit bëjmë kurban dhe tha kur ta shohin hanën e Dhulhijhes, 10 ditë para Bajramit, kjo domethënë vlen për ata të cilët nuk janë haxh. Përndryshe, nëse njeriu është në haxh, ai ka të drejtë një sa nuk e ka vesh ihramin, edhe nëse nuk ka shku para Dhulhijhes, domethënë në Mekë, edhe se ka vesh ihramin, ai ka të drejtë të shkurtoj flokët edhe truj që ka dhënë peqimeve të trupit. Mirë po preferohet për ata të cilët kanë vendosur të bëjnë kurban, mos i presin thojt edhe mos ruajnë apo mos i shkurtojnë diçka nga flokët derisa të pritet kurbani. Domethënë në ditët e Dhulhijhes, në vetë se kemi hir. Edhe një çështje në lidhje me kurbanin dhe edhe pse dietarët kanë përmend 80 apo 100 mesele me kurbanin, ai shkurtojmë disa më të vogla dhe më me rëndësi, çka kanë të bëjnë me këtë dhe shumë prej tyre ju i dini. Prerja e kurbanit për të vdekurin. Kjo është një mesele, një pyetje që shpesh përsëritet. A bën ta presim për të vdekurin ajo? Kanë thonë dietarët, nëse ai kalon vasijet me gojë, ka thonë si të vdes unë, filon lopën, e lojt ma bëni kurban për mua. E kalon vasijet dhe ka të drejtë njeriu të bëj vasijet 1/3 e pasurisë. 1/3 e pasurisë. Nëse kalon me gojë, atëherë pritet ajo. Nga sa e kalon, emanet e kalon. Mirë po jo ti ndërlidhe për herë, ju njësa ti një gjallë, ju gjimë të mi, ti ngarkone shumë, nga se nëse e len njeriu vasijet, duhet të alonën e pasurinë. Jo unë loj vasijet me parët e juja ju ngarkoj. Për mëtë ju të boni ka një zgratë dhe të vajep një fukarave. Kjo është vasijet i cili i ngarkes për fëmijë. Dhe me thonë një sent e len vasijet, pastaj e ke len edhe shkakun pasurinë, e cila nuk bën të i kalohet më shumë se 1/3, atëherë pritet kurban për të. Dhe kur pritet? Se është e përhapur ke disa njerëz që ajo pritet ditën e Arifës. Pejgamberi i tha, ai cili e ka therr para namazit të Bajramit, le ta therr edhe një herë. Nëse kurbani fillon prej mas Bajramit deri në ditën e tretë. Ai që e ka therr më herët, ai ka therr një kafsh dhe mishin e saj ka shpërndarë të varfërve sadaka. Mirë po për ta quaj kurban, domethënë ai nuk quhet kurban se nuk është në kohën e caktuar dhe kurbani sikur namazin me fal para vakti, para kohës së vet. E ai cili e ka fal, që ka therr kurbanin edhe për të vdekurin, në atë ditë që therrën për të tjerët, nëse ai e kalon vasijet, domethënë bëhet për të, e përndryshe domethënë nuk obligohet fëmiu
që të therr kurban për prindit e tij, edhe masi ka vdekur, nga se përderisa ka qenë gjallë, ata kanë qenë të obliguar për rituale fetare. Kur vdes njeriu, atëherë s'ka më obligim për ta, ka mbaru obligimet. Vin Bajrami dhe se ka fars më baba se vdiq, përderisa ka qenë gjallë, ai ka pas për obligim. Kjo në lidhje me kurbanin, me kaq, Allah mos problem. Alhamdulillah.